Po kthehemi në studio të nderuar shikues, gjatë kësaj periudhe kemi pasur materiale të shumta që na tregojnë për këtë magjinë e festave, e bashkë të magjinë që e shohim gjithandaj edhe te dekoret në ambientet e brendshme dhe të jashtme, e dim që vjen në një disponim ndryshe, edhe kjo është e vërtetuar sigurisht shkencërisht, po ka njerëz mandej që në fund të vitit atë që thamë edhe në fillim të programit me Delfinën, bëm një farë bilanci me veten, një farë komunikimi me veten për atë se si kemi qenë në gjitha aspektet e mundshme, edhe sa i përket produktivitetit, edhe sa i përket punës që kemi bërë, edhe sa i përket asaj se si kemi qenë në raport me njerëzit, me tjerët, me rrethin, me familjen. Ndoshta kur e mendojmë gjithë të që përshkruve për festat e fundvitit, kjo kohë magjike është një ndjenjë shumë e mirë që na jap në fundi i vitit, e me përmend vetmin aty pastaj duket pak se jo shumë si kontradiktora. Jo shumë që po përputhen bashkë, por që sezoni festave zakonisht mendohet si një periudhë e gëzimit, gëzimi, dashurie, bashkimi, gjëra të tjera, por që vërtet mund të jetë edhe një periudhë vetmie për shumicën e njerëzve. Si të menaxhohet kjo? Do të kuptojmë në vjen. Hajde flasim me një profesioniste që kemi ftuar në studio, është Fatlinda Nita Irexhaj, që është psikologe apo jo. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit që erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Kjo që e tham me Agrën është se ka njerëz që janë të vetmuar në këtë pjesë të vitit, sidomos ata që jetojnë larg familjes apo jo. Si mundet me u poq kjo nga ana profesionale? Sigurisht do thotë fundviti sjell edhe ndjesitë ndryshme, në këtë rast që cakët edhe vetë, është ndjenja e qenjur të vetmuar, nuk është një ndjenja as pak e mirë, po në këtë rast karakterizohet kryesisht me një ndjenjë të bërshllëkut. Në këtë rast kërkohet të thotë tek personi të bëj kontaktet e veta, në mënyrë që ti balancoj këto ndjesitë veta ose ndjenjat të brendshme. Është absolutisht një ndjenjë e kuptueshme, mirë po jo diçka që nuk mundet me ia dalë secili. Do diskutojmë se si të menaxhohet, pastaj është çështja të kenë më tepër kontakte sociale, të vetë kujdesen, domethënë të orientohen më tepër tek çështjet që kanë të bëjnë me mirëqenien e tyre, me mirëmbajtjen e tyre. Gjithë do të bëjmë përpjekje të bëjmë një balans në aspektin emocional. Në këtë rast kërkohet shumë të kemi edhe mbështetje nga të tjerët. Kjo është ajo që e balancon, do thotë ndjenjen e qenurit të vetmuar, qysh është edhe vetmia. Po nëse kemi të tjerët, mandej si jemi të vetmuar, domethënë si ta menaxhojmë çat periudhën, ndoshta kur thjesht po ndjemi atë që e thatë ju me shumë drejtë, si më thonë si të vetmuar, e kemi një farë bërshllëku brenda, edhe na duket që të gjithë tashmë janë larguar sepse i kanë edhe punët e tyre ndërkohë, apo jo. Pra po flasim për njerëz që thjesht janë të vetmuar për periudhën e festave, në anën tjetër kemi plot familje që ideja e festave tek i fundit është me u bë bashkë, a? Sigurisht. Ideja festave për me sjell do thotë një ndryshim emocional tek personi, me pas safërmi shoqërinë, familjen, e tjerët balancojnë këtë anën e të ndjenjës të vetmuar. Mirë po në momentet që personi ndihet i tillë, ekzistojnë forma të ndryshme në aspekt shkencor që me gjetë këtë vetkënaqësinë, domethënë personat kanë mundësi të eksplorojnë, të bëjnë shëtitje të ndryshme, domethënë me aq mundësi sa dhe kanë të kujdesen për veten, aspektin emocional të mbajnë, domethënë ndjenjen e brendshme të mirë me ndonjë aktivitet, të kenë çështje të cilat të vendosin domethënë prioritetet e tyre, të cilat ata i bojnë mundi të vlefshëm. Në këtë rast familja është ajo që neve dhe si kulturë na karakterizon të qenurit bashkë, mirë po të fundit kemë vrejtë që është një largim i personave dhe në këtë rast vetmia është pjesë fatkeqësisht e disa personave kryesisht në moshë, mirë po jo domosdoshmërisht vetëm ata në moshë, po edhe personat të cilët janë të moshave të ndryshme, po ballafaqohen këtë rast me të ndjenjen e qenurit të vetmuar edhe në prag të festave. Në këtë rast, domethënë, ekziston mundësia me i balancu këto, me ofru sa më shumë me lidhë, domethënë, kontakte sociale, me socializu, me pa mundësitë cilat ata mundin me u kujdes më tepër, me komuniku me tjerët edhe pse virtualisht, edhe ajo është një lloj kompenzimi, domethënë, i kësaj ndjenje të qenurit të vetmuar, edhe njëkohësisht te kujdeset të marrja me aktivitete caktuara e balancon aspektin e mirëqenies së tyre mentale në këtë rast. Kur i përmendë disa elemente, mu në mendje më shkon gjithmonë moshat e shtyre, sepse vërtet e mendova se kush mund t'jenë ato grupet më prekuna ndoshta për kësaj dukurie, me njerë më shkoj mendja të pleq, të moshuarit.
sepse vërtet, kur i përmendet që si mund të largohet ajo me disa aktivitete, e dim që ndoshta shëndeti penalizon shumicën e rasteve ata, edhe nuk mund ndoshta ta mbulojnë këtë pjesë me aktivitete që do të mund të bëjnë. Kështu që familja është përgjigja për gjithçka. Sigurisht. Familja do thotë ne si kulturë jemi të njohur që familjen e kemi prioritet. Këtë rast do thotë afrimi me njerëz të dashur, me njerëz të cilët e ndrojnë disponimin të personi, e bën një gjë të cilën ata e vrejnë në aspektin e vet emocional, por nikosisht me qenë se tash ka dhe të largë njëri tjetrit, sepse shumicën e kohës, gjithë ata që janë ndoshta në moshë të shtyrë, fëmijët i kanë duke jetuar jashtë. Ose duke punu, ose janë në studime, ose diçka tjetër. Edhe kjo është periudha kur ndjej më shumë atë vetmin mandej, se shohin që familjet tjera po bashkohen, ndërkohë që ata kanë mbet në atë gjendje, po vazhdojnë mbet në atë gjendje, apo jo? Po, sigurisht po është edhe çështja tjetër, do të thotë edhe tash mundësia, domethënë me rrjetet sociale e bën të mundshme një prezencë edhe pse virtuale, por në këtë rast janë bashkë dhe të ndajnë momentet, më ndryshe se sa periudhat e mëhershme, të cilat kanë qenë kryesisht karakterizuara me një vetmi të plotë, ku personat e dashur kanë qenë të pamundshëm të jenë prezent, por në këtë rast munden me komuniku dhe me pas një qasje pak më pozitive në kuptimin e kalimit tyre festave, do të thënë në fund vitit, edhe pse nuk është do të lindje. Çfarë mund bëjmë ne tjerë, për shkak se e kemi aty një fëmijë, e kemi një familjar, ndoshta jo të rrethit parë të familjes, por pakës më të lartë që e dimë që është në atë gjendje, thjesht dhe mund ta paramendojmë pak a shumë se si po ndihet. Çfarë mund bëjmë që thjesht të kontribuojmë në atë aspekt, t'ja përmirësojmë në të paktën në këto ditët e festave, sa mundemi sigurisht kualitetin e jetës, ta bëjmë që edhe ai person të ndihet pjesë e një familje të madhe tek e fundit. Sigurisht si individ mund bëjmë shumë gjëra. Të ofrojmë do të kohën tonë vlefshme për secilin. Këtë rast është edhe iniciativa cilën kemi fillu, ma fal një orë, e cila është njëkohësisht iniciativë e cila është konkretisht për këto kategoritë cilët kemi vrejt kohët e fundit që është një pjesë që me të vërtet janë të izoluar, ashtu. Nuk kanë aktivitete, nuk kanë mundësi të kenë kontakte të tjera, edhe në këtë rast ne si individ mundohemi, do të ishte mirë që të ofrojmë kohën tonë vlefshme ta ndajmë me ta, njëkohësisht ndikojmë në shëndetin e tyre mental, por njëkohësisht edhe të kontribuojmë në një mirëqenie më të mirë përderisa ata nuk ndihen, domethënë të rrethuar me njerëz të tjerë për radhë. Kështu që koha jonë e vlefshme për ta është. Se kemi pa edhe plot filma Delfin. Domethënë ata filmat që i prezantojmë ndonjëherë, plot filma që kanë, si më thon, për temën festën, kur njerëzit që e dinë për dikën që është i vetmuar e ftojnë në rrethin e tyre familjarë dhe bëjnë një surprizë edhe thjesht e shohim se sa do të është film, po e shohim se sa ndryshon jeta e atij personi. E kështu në fakt ndodh edhe në realitet, edhe po ndodh në realitetin tonë. Tash shumë herë, shpesh herë. Sigurisht. Është shumë interesante që kohët fundit na ka rastisë edhe me pa edhe zakonisht këto memoria rifreskohet gjatë fundit vitit që është një farë periudhe stresi, ndoshta për festat e fund vitit, që ka shumë elemente të cilat mund të ndikojnë aty, për shembull shpenzimet e shumta, gjithçka tjetër, ndoshta një ai balanci që e bën në kështu personal, në aspektin personal, që çka kemi arritur edhe çka do të mund të arritnim nëse kishim bërë diçka më ndryshe apo këto. Shtoja këtu pastaj edhe vetmin, kështu që është vërtet është vështirë me menaxhu. E çfarë duhet bëjmë ne nëse ja ngarkojmë vetes gjitha këto mendime apo djerta? Është shumë vërtet ajo që thike. Diçka që mundem me intervenu drejt për drejt si individ është të shohim të vendosim disa plane që nuk janë shumë afat gjata. Në këtë rast të mundohemi në planet afat shkurtra të fokusohemi më tepër. Kjo për arsye se rrit sa më larg që mendojmë, rrit ndjesinë e ankthit edhe rritjen e ankthit të personit. Në këtë rast do thotë planet afat shkurta të qenë prezent në tanishmën, e bën personin të jetë më prezent në aktivitetet e veta të përditshme, njëkohësisht edhe ato kënaqësitë i ndjej më mirë. Përderisa ne si kulturë kemi dëshirë të arrijmë shumë, edhe të tjerët, mirë po ne jemi posaçërisht të orientuar tek qëllimet, shumë ambicioz. Puna ime e përditshme, do të thotë me klient, fokusohet kryesisht tek punat, të fokusohemi të tanishmën, të ndjejmë kënaqësitë e së tashmës, edhe mos të fokusohemi shumë tek arritjet në vitet e më vonshme, këtë rast një afat gjata, 5 vite, 10 vite, sepse është tendenca gjithmonë të mos i ndjejmë kënaqësitë që kemi aktualisht, domethënë të gjithmonë synojmë edhe të kalojnë ato kënaqësi pa i vrejtë shumë. Një fokus në tanishmen, ul ndjenjen e ankthit të personit, njëkohësisht ndihmon atij që ti menaxhoj më lehtë aktivitetet ose problemet ose të quaj vështirësitë që i ka aktualisht.
këtë rast do thotë të qenërit prezent është ajo të cilin personin e bën mundi vlefshëm. Pra, veç do ta bëjmë një plan, do ta bëjmë e para një farë a rekomandohet edhe nga aspekti psikologjik që ta bëjmë një farë bilancë edhe të mendojmë të reflektojmë për veten, mbi veten, se si kemi qenë, çka kemi bërë, sa kemi qenë të, si më thon, të zotë, të produktiv gjatë vitit dhe mandej të bëjmë ato plane qoftë edhe afat shkurta se paka shumë nuk mundemi me funksionu pa plane. Kur i kemi planet kam përshtypjen që mandej edhe e obligojmë veten, e detyrojmë veten që shkojmë përpara, apo jo. Atë jemi më të mirë. Sigurisht duhet të kemi planet, duhet të jemi njëkohësisht monitorues atyre aktiviteteve edhe planeve të afat shkurta që cilat i bëjmë, në mënyrë që të na motivojnë tutje për me mri ato planet që janë pak më afat mesme ose afat gjata. Në këtë rast të qenurit prezent bën diferencë tek personi në aspekt mental dhe jep kurajë, jep motiv nga brenda që ai të plotësoj domethënë këto nevojat e veta imediate të cilat janë, në mënyrë që t'ja ndjekja financim më vonë. Po gjithsesi duhet kemi plan, edhe t'i monitorojmë ato, të bëhemi një farë mënyrë kritik të vetvetes që të shohim do thotë ato progreset tona të përditshme edhe të përgjithshme. Veçse sa përket bilancit për shembull, sa përket bilancit se kemi bërë ta zëm planin në vitin 2022. Në fillim të vitit e kemi bërë një farë plani, kemi qitë disa pika se ku po dojmë arrit gjatë këtij viti. Tash kthehemi në dhjetor, në fund dhjetorit edhe bëjmë bilancin edhe themi sa përqind i kemi realizuar ato synime që i kemi pas në aspektin personal. Tash a duhet, si më thon, ta dekurajojmë veten apo ta vetë vlerësojmë, të vlerësohemi, si më thonë, edhe të themi, okej, mirë jemi edhe mundemi me shku ende për para. Mja ka faqen vetës, më shumë. Bravo, sa i mirë ke qenë. Shumë mirë. Për mbledhje do thotë, mënyrë që të motivojmë, gjithsesi të motivojmë veten, mënyrë që mos të dekurajojmë edhe të themi që nuk mundemi mri. Ne jemi persona të cilët mundemi pas ndryshime emocionale nga dita në ditë, mirë, po nuk do të thotë që ne nuk ja dalim. Për këtë arsye vetë motivimi, më thonë, monitorimi i atyre planeve cilat i kemi bërë, e bën personin mundi vlefshëm se i ka bërë disa gjëra cilat i ka planifikuar më herë, i ka arrit disa çaqe, në këtë rast ka edhe pjesë tjera cilat i mbesen me po. Po gjithsesi do të jetë motivuese për brenda për personin që t'jep vetes një lloj vlerësimi në fund vet ose thotë që kjo ka mbetë të kryet për më vonë, pas se të mos dekurajohemi, sepse ne jemi persona që nuk mund të kontrollojmë gjithsesi çështjet cilat janë nga një herë rreth nesh. Kështu që sa më shumë që të motivojmë veten, sa më shumë që të jemi prezent, aq më mirë do të thotë për personin të jetë sa më vigjilent për mundësitë që i ka, edhe të fokusohet drejt për drejt në aspektet të cilat ata e bëjnë të ndihet i vlefshëm. E Fatlinda, që rregullimi afektiv sezonal më duket është aktual në këtë periudhë, apo jo, sepse është një problem shpesh i panjohur, por që vjen me sezonin e dimrit. Është ndoshta në ndërdijen tona apo një nën produkt i stinëve që ndryshojnë gjatë periudhës së dimrit. Sigurisht ndikon, çrregullimi afektiv sezonal është pjesë e vitit në këtë rast dhe shohim domethënë që ka një ramje të disponimit të personi, vreja domethënë edhe një lodhje të produktiviteti vjen, a? Vjen produktiviteti, njëkohësisht edhe vrejet ajo plagështia tek personi, edhe një lloj demotivimi i brendshëm se s'mundet më mbrit, do thotë ata çka planifikojnë. Mirë, po këto te kalohen duke pasur mbështetjen e personave shoqërisë, personave dashur në këtë rast që personin me shtyr rreth te kapërcimit të kësaj gjendje. Po do shkam me marrë vesh me shokët, me rreth, me shoqët. Është gjendje momentale. Ti motivon mua në ty. Fatmirësisht do të thotë është një gjendje momentale, kaluese dhe karakterizohet me një ramje disponimit, edhe njëkohësisht edhe një ndryshim emocional këtë rast që edhe personat përjetojnë më tepër depresion këtë moshë, janë në këtë stinë, njëkohësisht janë shumë të prekur prej situatave të tjera. Po është e tejkalueshme, kështu që nuk është që duhet me ndalë që... Më duket që edhe çka ndihmon është, nuk është që jam ndaj profesioniste. Nga përvoja, po. Gjithmonë personi duhet të ketë një cak, duhet të ketë një qëllim. Prandaj, po absolutisht. Duhet të bëj plane, edhe nëse planifikojmë për shembull qysh tani, pushimet verore ose diçka, pastaj kemi diçka që do të mund ta mendojmë, edhe në mënyrë që ta arrijmë sa më mirë, të ketë. Edhe unë mendoj që nuk mundemi pa plane. Veç te plani kuadër kësaj që po thon Delfina, veç do të them me ashtu. Si më thon, sa duhet me rrit çdo synimet që kemi, çdo plane, ta zëm edhe nga aspekti financiar, edhe nga aspekti produktivitetit tonë, edhe nga aspekti ta zëm i pushimeve. A duhet të rrisim synimet saqet apo të jemi realist? Sepse nëse rrisim e si realizojmë andaj si vonë zhgënjemi. E zhgënjemi edhe me vete. Tani po vjen stresi. Sigurisht ata jo rasti. Edhe si vonë jemi vetë kritik mandej. Po.
Sigurisht atë që ti ka me heret sa më largë që ti bëjnë planet, aq më shumë është ndjesia e anktit që rritet tek personi. Për atë arsye dhe të kemi plane realiste, rekomandohet edhe shkencërisht, mënyrë që personi mos të demotivohet pastaj nëse nuk e ka mbrit qatë sak. Tjenë domethënë realiste planet që të paktën edhe nëse nuk e mbrin, mundet me shtyr tutje dhe me mbrin me një afat tjetër, jo tjetë do thotë i kufizuar në atë. Sa më përto, sa më realist. Po jo plane kështu periudhave gjata, po për shembull, nëse mendojmë tash për pushimin pranveror, për shembull, kur lëshon fëmijët nga shkolla ose çfarë të tillë. E kemi një cak, kemi një qëllim, kemi një diçka që do të mund të angazhojnë ndoshta mendjen, trupin tonë, angazhimin tonë ditore, gjithçka tjetër. Planet duhet bëhen familjarisht, a? Sigurisht, planet duhet bëhen familjarisht, këtë rast me qenë se cekë punën e pushimit, prindrit janë ata cilët i vendosin ato caqe, mirë po t'jenë të përfshira, të përfikueshme në aspektin e realizimit, jo diçka që përmdohet edhe nuk mundet të moralizojë, që është mirë t'jemi do të thotë. Kemi me shkuën Himalaje, nëse nuk shkojmë, domethënë me njerë vjen zhgënjimi. Bëjmë një vizitë tek malet tona. Po nëse e bëjmë fillim planet, jo, po nëse e bëjmë fillim planet që kemi me shku në Mars, në Rrugov, në Bog, ku më di, në Dragash andej ku do qoftë, atëherë jemi shumë rregull me zipresi. Po nëse bëjmë kemi me shku në Himalaje, mandej kthehemi këtu, na duket që thjesht s'kemi bërë kur gjë. Po tani duhet me mendua edhe pjesën tjetër, ndoshta me po atë anën e ndritshme se shumë mirë që jemi me shëndet. Absolutisht, po e para kjo. Edhe shku, sepse ndoshta edhe nëse kishe pas mundësi, s'kishe pas shëndet. Duhet me po anën pozitive gjithmonë. Ndoshta Fatlina do të më thonë në janar edhe me fol për një temë tjetër. Qysh me u motivu për janarit e tutje? Se e din që një janari pothuajse në krejt botën. Jo, më tjetër me njerë, po i pika, po. Janari është ai muj me pak produktivitet, në duke. Pas festa, dhe më thonë gjithçka është shumë ngadalshme, dhe më thonë disa të fillojmë të rimarim të nisim vitin, po gjithësisht është shumë rëndësishme që jenë prezent, edhe me jetu çdo moment, edhe me mri, me u kënaq me ato që i ofron dashmja, mirë që me pas një lloj realiteti në aspektin e planifikimit të së ardhmes. Shumë faleminderit që edhe. Shumë faleminderit. Natësi gjithmonë, faleminderit. E kemi edicionin orës 7, ndjekim bashkë, rikthehemi më pas me parashikimin e motit e me kronikat e tjera e intervista që do të zhvillohen në studio dhe jashtë saj.